Bukur. Shqipna Rajan, përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë me klubin Mirënjoja kemi si gjithmonë të vendosur, domethënë seancën e fundit ku kemi pyetje dhe përgjigje. Dhe ju kam premtuar mund të bëni pyetje, pra sigurisht pa kaluar stratosferat e galaktikës. Të jemi në tokë, por mund të lejon pra të bëni pyetje dhe do ngrejmë dorën sepse jemi shumë veta sot. Jemi jo vetëm Zoomi, po jemi 2 WhatsApp-e me 32 veta. Dhe do ngrej dorën, po kush do të kanë që të bëj pyetjen e para? Beçi? Okej. Bëj ti pyetje që të bëj mutit se vijnë zhurmat nga ty prandaj. Okej, bëj pyetjen dhe bëj mutit, pastaj kur ta mbarosh pyetjen. Okej. Tani ju sa që na duhet një shenje e lartë, një guru për të evoluar. Kam lexuar një shprehje Po? Po, shpirti jote është guruja jote. Çfarë mund të thoni lidhje me këtë? Patjetër. Okej. Thuhet në shumë, siç e përmendi edhe Beçi, apo jo, domethënë thuhet që po të futesh brenda vetes, do të zbulosh të lartën pjesën tënde të lartë, ose qenien tënde të lartë, ose gjërat tua lartësuese. Kështu thuhet. Edhe ka dhe plot meditime që thonë. E vërteta është, pra tek këtu te meditimi Lotus Ocean ne japim përgjigje sigurisht, fal gurus Piti sepse është detyria e tij dhe un jam shumë mirënjohëse dhe jemi të gjithë mirënjohës. Por kur neve futemi brenda vetes dhe takon shpirtin tënd e zëm, ja fute brenda vetes. U fute thellë, takon shpirtin tënd. Duhet kemi parasysh dhe shpirti në diturinë vedike quhet Atma, që lidhet në fakt dhe me shqipen ati, mami, unifikimi i energjisë femërore në maskullore. Por kur neve futemi brenda vetes, ja takon shpirtin tënd ose frymën tënde. Shpirti nuk është shumë i evoluar. Mund të jetë në një nivel pak më mirë, mund të jetë në një nivel, meqense është brenda në këtë botë, shpirti brenda në trup është brenda i mbërthyer brenda ciklit të lindjeve, vdekjeve, brenda mbretërisë, dhimbjeve, torturave, deri diku pak kënaqësirave, ose brenda matriksit. Pra nuk është qenie shumë e lartë. Një qenie e lartë quhet një qenie që di t'japi zgjidhje problemeve të tua, di si t'evoluosh, di të shëroj gjërat, me qoftë fizike, mendore, shpirtërore, smundjet apo problemet mendore, fizike, shpirtërore, pra quhet e lartë. Dhe kur futemi brenda në shpirtin tënd, meditojnë, njerëzit meditojnë, mbyllin sy deri ta takojnë shpirtin apo kur duan futen brenda vetes, nuk të ndihmon, të duhet patjetër një guru më i lartë se vetja. Pra nuk e kanë të saktë. Në fakt edhe në Indi ka shumë gjëra, pra dhe në Indi është zbehur deri diku dituria vedike. Imagjino në vende të tjera në botë. Dikur ka qenë vedike para në kohë të arta, okay? Okej. E more përgjigjen? Pra nuk është se evolon në qoftë se futesh brenda vetes. Do takosh shpirtin tënd, si më thënë, ja do shohësh gjithë problemet, hallet, ja e zëm, mund të shikosh jetët e tua të kaluara, ku e diun që të kanë çuar deri këtu që është, domethënë, prap je mbërthyer në burgun matriksor. Kështu që nuk është se na, domethënë, do të ndihmoj shumë për një gjë të madhe. Ajo të ndihmon një guru ose një, dhe sot sigurisht ka as guru, është pak qenie të larta ose ata që kanë detyrën e vërtet, nuk ka shumë. Sigurisht natyra na jep logjik, inteligjencë, por duhet patjetër një guru më i lartë se sa ty, që ti të ndjekësh nëpërmjet disiplinës së qëndrurzimit dhe respekti për gurun që të mëson, pra, si të lidhesh me natyrën dhe të evoluosh. Mirë? Marrëm përgjigjen? Okej. Po, me qënte Luiza ngreti dorën e para, Luiza pastaj Raimonda. Ta zuri, po? Të paktën në këto seansa që bëm bashk, ju jeni gjithmonë na keni dhënë video e na keni pajisur që veç asaj që dëgjojmë nga ju,
ti të përsojnë ato mendimet, për që unë në ato dalë në konkluzionin që ja po ato fjalë që ju thuaj në video, por na i këtë një tush për më qartë. Tani përveç këtyre, a ka literaturë që ne mund ta lexojmë, se unë kam përkuar një herë në Google, edhe më nxori vetëm për fenin hindu. Edhe isha të kupja, shpjegon të Shivën, Narajën, gjitha me radhë, mënyra si ishin shkatërruar, si ishin bërë, tempo që vizitohet sot nga turistët, e tëra me radhë. Por, ashtu si që është feja muslimane, si që është ortodoksi, që s'dejmë sot njerëzit e ka pasur, ose Bibla, a ka me literaturë? Pyetje shumë e mirë. Shumë e mirë, Reza. Edhe me qësë është për literaturë, biblioteka e Petrozhejit, e ka lezuar, se po ja lezuar gradualisht, se majna sa vite që ka qenë biblioteka më e madhe që mund ketë pasur një shqiptar apo një shkel, që e ba vete për të ditur. Tani, në ka janë dorë 2-3 libra të Petrozhejit, por është shumë e pakët në kështu, apo me dikush, me të për t'i votuar, apo t'i lexuar, apo me qenë se i shpyrë. Se për shkak i bën muzikën shumë mirë, atë ku ka aftësinë e vet, që nxjerr tingullin, bën vibrimin, por vetë e ka përfituar këtë nga natyra, e ka përfituar nga që i vogël e nga radhë. Kush, Prashanti? Prashanti është një avatar, domethënë ai ka hapur 7 çakrat, është lidhur me gjithë universin dhe ka marrë diturin nga universi, nuk e ka marrë nga librat. Është shenjë e lartë. Ai në thirrjet në zërin e të radhë, ai është për një libra. Tani, prit se si majme në gjitha pyetjet, 3 pyetje ke bërë deri tani, prit se nuk jeni kompjuter. Petrozhej ka bibliotekën e vet, por e lidh me që që thonë. E dashur, Petrozhej nuk ka bibliotekën e vet sepse njerëzit nuk i publikojnë librat e Petros, janë të bllokuar në Shqipëri në shumicën e kohës. Nuk ka bibliotek, ka libra, por që nuk janë publikuar. A do bëhet ndonjëherë A do bëhet, ja, për shembull, unë përpiqem, njerëzit që kanë të drejtën e autorit nuk duan të dalin, okay? Një kjo, e tjetra është që unë kam bërë plot intervista dhe videot e mia, unë kam nxjerr Petron etj. Në video nuk lejohet në Shqipëri, po të bëj intervistë për Petron të s'kishin qef njerëzit këto kanalet e mëdha shqiptare. As sot nuk bëjnë? Jo, nuk bëjnë. Vetëm ju. Vetëm Xhaxhiu dhe Macania deri diku 2-3 veta. Pra, dituria, sido që tjetë, unë kam qenë mësuesja e profesorit Petrozhej, dhe unë kam dhe videot e mia me studentë Lotus Ocean, që kam bërë, kemi sqaruar shumë gjëra me algoritmi simbolik, me shembuj, apo jo kemi bërë plot herë, me vite në fakt. Sido që tjetë, unë mendoj që qëndërzimi i trupit, që ne mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, është vetmja mënyrë për të fituar diskriminim dhe logjik për të kuptuar të gjithë algoritmi simbolik që është një shkencë shumë e madhe profesorit Petrozhej. Nuk mund ta kuptojnë, për shembull unë vënë re dhe shumë intelektual, nuk po jap emra, në Shqipëri nuk e kanë kuptuar. Sepse duhet të jesh që të kuptosh një dituri, duhet të jesh një mësuesin, apo jo? Unë isha 3 vjet. E kupton, përparim ka po. Po, përparim, po, deri diku dhe ai, po hajde. Ata me një pik, me një pyetje mbyten, me një pik ujë. Po them për plotësisht për gjithë, se deri diku të gjithë njerëzit që e lexojnë mund të ketë kuptuar deri diku. Po them për të plotën. Okej, sepse është shumë gjigande. Algoritmi simbolik përfshin shumë të gjithë dituritë. Nuk është vetëm gjuhësi, është filozofi, është shkencë, është matematikë, është fizikë kuantike, fizikë klantike, shumë gjigande. Okej, atëre po, librat nuk publikohen të profesorit dhe njerëzit nuk e di Shqipëri ç'a bëhet aty. Rregullat aty, jo. A mund t'i blejmë na ti porositë? Ja, me kështu me zi gjejnë librat me zi, do të shkosh në ura, te ura, ty mund t'i gjesh në një shumë. Po, dhe e marrëm vesh pyetja, që ishte pyetja parë? Literatura. Ka literatura. Po, literatura, po bukur. Atëre, për dituria vedike, që ne mësojmë tek meditimi Lotus Ocean,
Pra dituria vedike nuk ka libra. Kjo është dhe e bukura. Sepse nuk është për gjithë njerëzit, është vetëm për qeniet që të vërtet duan të dinë dhe vërtet duan ta mësojnë. Dituria vedike njëherë shumë është përpara se të krijojë hinduizmi. Pra gjërat që ti ke parë hinduizme nuk janë vedike. Okej, mund të ketë terma Shiv Narayan në këto, por nuk e tregon kush është, çfarë është, si është, qysh tek. Rregull? Unë diturinë vedike kam mësuar nga Avatari, sepse dituria vedike dhe në Indi nuk është dituria vedike do të thotë dituria vedike kishim neve edhe neve është një dituri që kishim gjithë bota dikur në kohë të arta, okay? Dituria vedike do të thotë matematik, fizik, shkencë, dituri gjusë. Ato mure që veni shikoni. Po. Dituria vedike nuk është e shkruar sepse në kohë vedike njerëzit kur mësonin diturinë vedike ishin të qëndruar dhe truri i tyre ishte shumë më i aktivizuar se sot. Sot ti thuash njerëzve diturinë vedike, për 2 minuta mund të harrojnë. Truri atyre një kohë të arta nuk është sot, okay? Pra nuk ka pas literaturë se nuk ka padur nevojë sepse transmetojnë nëpërmjet të folurës, të dëgjuarit, dëgjo, domethënë nëpërmjet se dhe sot kur neve bëjmë shkollën Lotus Social këtu, si më thënë, ç'a bëjmë? E bëjmë me posturën, me të dëgjuarin mëson, sigurisht do njërë dhe shënime. Libra për vedike nuk ka, sepse janë zhdukur. Ka padur, domethënë ka deri diku disa kuptohet, madje dhe astrologjia vedike nuk ka libra tamam. Edhe Piti pra Shatri Vedi ka bërë librat e astrologjisë. Librën e 27 hyjësive që është duke punuar për të përkthyer në shqip, është dhe libri mbi Rahu Ketu që janë librat astrologjik vedik. Në fakt ai ka themeluar astrologjin vedike Piti në vitet 2000 diçka e tillë, anë 97 2000. Pra astrologjia vedike nuk njihet. Tamam, është shumë gjigante. Unë kam vite që merrem dhe prap shumë gjëra të reja gjithkohës. Ju që veni, çfarë vetëm video shikoni? Dituria vedike është nuk mund ta mësosh dot nëse nuk ke një qëndërzimin e trupit, përsëritjen e mantrave. Mund të ditë kështu, por puna është që çfarë të reja mëson për shembull, e kupton çfarë? Mëson se si të shërosh veten, si të shohësh se ka ekzistuar, për disa ka ekzistuar. Të kemi zbatuar. Edhe e re shumë për ne nuk është, sepse simbolet e diturisë vedike unë i kam parë tek simbolet e lashta tona pellaske. Qubleta, plisi, etj. Gjua shqipe është dëshmi e gjallë të diturisë vedike. Në fakt dituria vedike në Shqipëri ose tek ne mund ta gjesh vetëm në gjuhë të qartë fare. Edhe për atë të duhem unë ose shqipja e sanskritishtja, të duhet të interpretuar gjithashtu. Nuk e kupton dot kështu pas një dituri, nuk e kupton dot. Lexohesh, shifes sa duar, s'ke për ta kuptuar dot. Prandaj nevojitet një guru. Dituria vedike në literaturë në ditët e sotme, pra është libri Eposi i Piti. Eli, e heq pak zërin mutit se në vinë zhurmat nga ty, Eli. Mutit? Po? Edhe aty lezohet e gjitha këto fjalë që themi ne këtu, edhe do vazhdoj të themi, ai sa ka libri ta, s'ka vetëm ai libër është. Është ai libër, po, domethënë ai libër un kam që në 2019 që e kam përkthyer, e jam mësim dhe prap ke rizbulime gjëra të reja për ditë. Domethënë e ke parë për ciptas, dhe duhet shkosh pak më thellë dhe të këshilloj të lexosh nga qendra e gojës librin e Positivity. Okej, në rregull, Raimonda? Unë kisha, shiko, a mund të shkëputet shpirti nga trupi? Për shembull, kam dëgjuar një miken ka bërë konstelacionin dhe ajo instruktorja i ka thënë që të shkëputur shpirti nga trupi. Si mund ta kuptoj? Shkëputje shpirti nga trupi quhet shkëputje përkohshme, sepse shpirti lidhet, nëse ka parë videon time, me një kordon me trupin të padukshëm. Okay? Dhe ndonjëherë shpirti disa njerëzve mund t'i ndodhi që shpirti largohet pak, ose edhe kur flen gjumë
shpirti largohet dhe shef ëndra shkon në botën astrale. Tani, por edhe kur jesh jo në gjumë gjatë ditës ose ku diun, ose ka përjetime të ndryshme, se unë kam studiuar shumë këto më përpara, në fakt para se takoja Pitin. Dhe kjo shkëputje quhet pra shkëputja e shpirtit nga trupi, quhet domethënë largohet, quhet ose out of body experience, dalja e shpirtit nga trupi, për një kohë, jo për gjithmonë, okay? Sepse quhet pra out of body experience, dalja e shpirtit nga trupi, ose quhet NDE, near death experience, kush ka parë, ka shumë video, në fakt gjithandej mund të shikoni, NDE. Pra, dhe shkon shpirti, shef gjëra, takon qoni atëherë dhe kthehet prapë. Edhe kur je zgjuar? Për këto që po flas. Për këto që po flas. Po nuk i ndodh gjithëve, mund t'i ndodh disave. Unë në fakt mirë është mos t'i ndodhi. Sepse për nuk e kupton, nuk e di kur s'ke dituri, është rrezikshme të shkosh dhe në botët astrale sa për kuriozitet. Por kjo lidhja, kjo shkëputje nuk quhet tamam shkëputje, sepse shkëputje do të thotë kur e ndan fare. Shkëputje do të thotë ndahet, domethënë shpirti ndahet. Dhe në qoftë se ndahet, pra dhe termat nuk i kanë sakta. Quhet shkëputje e përkohshme, kurse shkëputje nëse e zëm del shpirti nga trupi, atëherë quhet vdekja. Sepse nuk kthehet dot më, s'ka trup. Nuk domethënë kur shkëputet kjo lidhja. Kjo lidhja në përgjithësi nuk është e kollajshme për të shkëputur sado që tjetë, pra është natyrale. Vdekje apo ndrrim i jetës? Sepse brenda kemi trupin, trup, mendje dhe shpirt, apo janë të lidhura të treja në përgjithësi, një njeri normal. Po ka ndonjëherë ka dhe eksperienca dhe gjëra të tilla, ekzistojnë po. Okej? E qartë? Okej. Gajqo, okej, tjetër Gajqo po? A ka shkuar ndonjëherë me ta Piti në Rusi? E thuaj edhe një herë, nuk dëgjova. A ka shkuar ndonjëherë Avatar Piti në Rusi? Në Rusi? Po. Ka shkuar. Sepse kur kam qenë njërë nga tregoj sa foto. Sankt Peterburg më duket ka shkuar. Edhe ndonjë tjetër. Piti në përgjithësi ka shkuar në gjithë botën, okay? Sepse një avatar vjen për takuar tokën. Fillimisht, pra gjithë vendet sigurisht me natyrë më tepër. Në fakt dhe kur erdhi Piti në Shqipëri, vetëm ajo gjë që më bëri shumë përshtypje tha se unë e çova në Kruj. Ishte dha afër aeroportit me ca miq, edhe tha unë nuk shkoj nëpër muzera, më them, unë shkoj vetëm në natyrë. Shumë interesante. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Edhe sa tha ato bubullimat për jashtë. I radi çiftelis, kuptohet, kishin një çifteli aty. Ka shkuar në Rusi, po. Dhe ka shkuar në Nepal, ka shkuar, domethënë, ai luan muzikë në gjithë vendet ku shkon, sepse merret me elementet e natyrës, domethënë, i rrit vibracionet e natyrës, prandaj edhe natyra i përgjigjet, pra ai i jep diçka. Edhe natyra surprizohet, pra natyra është qenie e gjallë. Do me thënë as ne nuk duhet shkojmë në për këto muzerë. Po tashi, avash, mos egzagjerojnë. Ai s'ka nevojë se i di, kurse ne nuk varet nga situata. Pyetje tjetër? Kush kishte shala bukurie? Ti e kishe pyetjen? Unë e kisha pyetjen. Okej. Na që përshëndetëm, për shembull, na i na mësu gjep me falenderoj Zotin. Për çdo gjë e natyrës, qysh e falenderojmë natyrën, faleminderit Zotit që na dha natyrën, apo qysh është më e vërteta? Tani dhe faleminderit s'është keq, po më e mira, mirënjohja është më e mira, kemi thënë. Mirënjohje natyrës apo Zotit që na dhuroi natyrën? Njërë, Zotit sigurisht është shumë lartë, okay? Zotit sigurisht gjithmonë, është e vërtet. Por natyrën do të kesh gjithmonë, do të mendojmë logjikisht. Pse do ta jep mirënjohjen natyrës? Kush po të mban me bukë? Natyra. A është mirë të tregojmë falënderim ose mirënjohje? Apo është keq? Është shumë jo keq, nuk është, po a është më mirë? Më mirë. Okej, kuptoj. Do të kalojmë në për ca faza. Kështu, gradualisht. Faza, vash. Kur jemi në qoftë se thot Zoti,
në fakt Piti ka thënë këtë në një intervistë. Njerëzit dhe në Indi për shumë janë shumë të varur nga planetet ose këto se kanë shumë diturim mbi to dhe ja mirë një planetit, ma një planetit ose Zotit ose ke parasysh me emra të ndryshëm dhe tha Piti, por Zoti po të vinte këtu do i thoshte po tokën që po të mban, pse nuk jemi mirënjohës. Domethënë, në duhet të shkojmë shkallë 10-11, shkojmë te klasa parë, shkalla parë, toka, gjërat primare, që i ketë logjikshme, ato janë më efektive në fakt, se sa Zoti është shumë i madh, ka shumë gjëra. Kurse natyra Po, e kuptoj që na ke thonë këtu, e kuptoj. Po, pyetja ke tokën apo ta kemi dhe shkojmë e takojmë, bëjmë një lidhje me të. Kjo është lidhja me natyrën, nuk është se ne imagjinojmë planetin. Edhe tokën e ka kriju Zoti apo jo? Kush e ka kriju? Po. Gjenjet e larta ka kriju. Nuk e pyetja që ka kriju Zoti krejt këto gjitha. Po, Zoti ka krijuar natyrën. Po. Edhe neve na ka krijuar, apo jo? Qenjet e larta, pra hynore. Mirë po, na ka dhënë dhe vullnetin e lirë. Domethënë, vullnetin e lirë do të thotë ti mund të bësh një veprim të dura në bazë të ligjeve hynore të universit. Domethënë je qenie që do të shkosh më tepër, më lart te hynorja. Okej, do t'i afrohesh. Atëre ke vullnetin e lirë të bësh këtë, por mund të zgjedhësh dhe mos të bësh këto gjëra. Domethënë, të zgjedhësh të shkosh kundra hynores, domethënë je në të lashë. Karmat këshia këto gjëra që kemi bërë. Mos thash zotisht. Atëre pyetjen e ka Lela. Lela. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne jemi një grup këtu, edhe unë nuk e di a që rastësia, po jemi të zgjedhur nga vetë toka, natyra, Zoti, që ne jemi drejt kësaj rrugë dhe do avancojmë. Apo është rastësi? E kemi mision, apo është rastësi dhe kush do dhe kush do. Asgjë nuk është rastësi, e kemi thënë dhe më përpara deri diku që domethënë ata njerëzit që vijnë tek meditimi Lotus Social janë ata që kanë kërkuar të vërtetën, duan të dinë të vërtetën. Edhe do t'i jepet përgjigje, apo jo? Dhe pra ke kërkuar këtë gjë dhe prandaj ta ka dhënë universi, do takohemi, do asgjë s'është rastësi, okay? Mirë po, qëllimi i evolimit, një njeri që lind në tokë ka si qëllim që të evoloj gjithsesi. Edhe kur ne kërkon me vetdije, do i bi nga kina, domethënë, derisa do vuaj, do gjë, pastaj prap do vi tek e vërteta, se ku do shkoj. Pra qëllimi i njeriu është gjithmonë që të vi që them Armand? Armand, bëj pyetje, bëj çik. Përdor pak zërin, jo dhe makinën. Eli na vjen sa zhurmat e jotja, bëj pak mutit e jotja, po. Të bëj dhe një pyetje, më dhe gjume gjithmonë orë 3:30, 3:48, 3:35, gjithmonë natën. Pse s'e gjume më pastaj si shpjegoj? Di orën kur ke lindur ti. Ja, nuk e di orën. Ka mundësi që të kesh lindur në ato orë. Se thoshin ato marrjetën në vetona atëre. Ndoshta mund të kesh lindur në atë kohë dhe kur atë kohë që lind, nuk e di duhet parë, po thuhet, një nga arsyet mund të jetë që ke lindur në atë kohë, kur ke lindur dhe je më aktive. Je më aktive në ato orë. Mund të kesh lindur 3 natës. Kurse shmesia shpjegon se ata që kanë kortizolin në nalt, qohen zakonisht në orën 3 gjysmë natës. Po, ku kanë edhe probleme me mëlçin. Kur kanë probleme me shmetin. Por si do që tjetë, por me ushqimet vegetariane, me përsëritjen e mantrave, shikojnë njërë, a do të ndryshojnë? Mund të bëj një pyetje? Okej. Qërime, po? Me qenë se jemi të ushqimet, doja të pyesja për ne kur nuk mund të ham mishin, në specialja jo mishin e lopës apo të kaut, mund të ham peshk
quhemi vegetarian or jo? Më mirë sigurisht peshk se sa mish në lopës, ose këtë, por unë personalisht nuk i këshilloj as peshk. Unë personalisht. Po si është e mira? Më e mira është jo peshku, sepse çdo gjë që ka gjak ka shpirt brenda. Edhe peshku ka një shpirt të vockël, lëvizave, gjë e gjallë dhe ka dhe gjak, e ketë sigur që ka shpirt brenda. Çdo gjë që ka shpirt ka emocione. Vuan e këto gjërat, pra është karmë e keqe. Neve kemi në familje shumë debate kështu gjërash, por unë jam e detyruar të them të vërtetën. Ja e zëm shkon një shpirt, degradon një shpirt, është një shpirt më i madh, zvoglot, se kështu diçka veprimesh bën, shkon kundra ligjeve hyjnore, edhe mund të futet dhe në trupin e një peshku. As nën produktet. Jo qumësht, jo vez, jo... Qumshi po, sigurisht veza më mirë, se sa në qoftë se do zgjidhja midis mishit dhe vezës, më mirë ha vezë. Okej. Produktet e lopës unë i këshilloj, në qoftë sigurisht qumshi, djathi e këto, në Tiranësit pa djath bardh dhe vaj ulliri, domethënë nuk shpjell dot. Edhe në nga vlorë. Bukën e tekut. Edhe djathi, domethënë, nuk e di, edhe këtu në Norvegji ka djath që bëjnë dhe me qafën e, ku jam. Djathi e parë dhe atë. E çfarë bën djathi më herë, por sigurisht, pra, dhe si nëse është një lop që është e trajtuar mirë dhe jo theret, ose këto akoma më mirë, pra kur e merr qumshin e një lopi që është në natyrë ose në fshat, ose këto është më e shëndetshme. Ajo e ushqen viçin, ti jep dhe ty një çik, atë qumshin pije, ajo është ilaç, sepse toka dhe lopa janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, dhe është pra barishtja më e mirë, herbalistja më e mirë, lopa. Lopa dhe toka, kemi thënë, janë njësoj, apo jo. Dhe mishi i lopës konsiderohet pra, domethënë therja e lopës konsiderohet si therja e nënës tonë, pra tokës. Toka, tekau, gaja. Dhe kemi lidhje karmike, kemi thënë, pra, lopa, lapa, gaja, goja, voce, la voce, pra me mec, jetën tjerë për shumë këto, ligjet karmike të ngrënies së mishit, sidomos. Nuk, pra, ngrënia e mishit nuk e këshilloj, sigurisht as peshkun. Për mua, peshk, tru peshk. Bo thot qerime na hoqe dhe peshku. Jo, unë dua të jem më shumë për të pastruar shëndetin tim edhe trupin tim, ta di korrekt se kush është më e mira. Unë e këshilloj as peshkun, jo as peshkun. Sidomos nëse ja shëndet peshku. Jo, unë jam se një dielli peshku që ja shumë, po do ta heq. Sigurisht pra është vullneti ynë i lirë, neve dim çfarë, domethënë çfarë do hamë çon. Unë do të jap vetëm këshilla. Po Ferdane? Suedia. Ai që kritë dorën? Unë jam pak më rënë këtë bro, vetëm që të mujë kam qenë. Veç du me ditë, apo në dëgjona? Po dëgjoj. Që i kam thonë veç, sa herë ditë do të më bë qëndërzimin, sa herë ditë do të me meditu edhe sa minuta me meditu. Se unë e përbëj qëndërzimin si pozicionat dhe për thëmë që ato mantra që na i këtë quti, që ato i përsëriti, se cilën mantër ka 3 herë. Po vetën me nxesë, se po shkojnë punë, mos kom arrit me ba. A pak? Pak. Sigurisht më mirë se sa asgjë, por unë të këshilloj pra në mëngjes, jo vetëm 3 herë mund t'i përsërisësh ai sa ke kohë lirë, 15 minuta gjysore, ku diun? Po, se cilën mantër ka 3 herë. Bravo, dhe do një mantra që të pëlqen më shumë, edhe kur je në punë, mbajt e goja, domethënë përshpërite disa herë dhe prap vjen në qendër, ose përqendrohem tek qendra ime për shembull, të mbron shumë dhe je prap në qendër dhe je duke vazhduar meditimin. Pra meditimi është në fakt diçka më e mira për sosura është kur je domethënë i qendrëzuar gjithkohës. Edhe kur je në makinë, kur shkon punë, kur je në dush, kur gjithë do të me bëjë qendërzimin. Prap mund qëndërzosh, mund ta thuash një gjë pak më shpejt se kur je me trup të qëndërzuar. Pra këtu tek meditimi, siç folëm që parë, tek meditimi lotusoshën ne mësojmë
ne mësojmë praktikat e qëndërzimit të trupit. Pra mantrat i japim këtu. Nuk mësohet dot nga YouTube ose nga videot që shikon. Apo jo duhet patjetër seanca të veçantë sa ndihmojnë, është ndryshim. Është ndryshim që Të lutem. A mund të i bësh me zë ato që ne të vë video dhe të dëgjojmë edhe të flasim pas teje? A mund të i bësh një video të vogël me këto mantrat? Kam bërë dhe më përpara, biles dhe në formë këngë. Sa duash. Bërë dhe një Ja, për ditën. mantra këngësh. Ke plot. Edhe mund t'i këndosh, ndonjëherë kur je kështu në qef, këndo mantra. Mantra dhe mund t'i këndosh në fakt. Edhe kënga është shumë e fuqishme. Jam me Blerandin kemi bërë këngë. Jo, po mendoj kur undemi. Bëjmë bashkë këta për ditë. Dhe i dëgjojmë ato edhe i bëjmë pas teje, domethënë kështu. Po, është një ide shumë e mirë për të bërë. Një ide shumë e mirë. No, është mirë, sa ka ja me bërë, ja ka. Me bërë ashtu si ka thotë, ja. Raymond Pra e Buku. polsja. Se nuk e shikon, sepse është në WhatsApp. Okej, mirë. Ka ndonjë pyetje tjetër? Jo, jo. Ata që nuk kanë bërë pyetje, po Andja, po? Në video për astrologjin që të dashta për ditë. Andja, juve të avancuarit bëni mutit edhe rini pa kur. Andja, po? Po, këtë ne kisha shumë mënyrës të formulimit, kur duam të manifestojmë diçka, që kjo gjëja të na ndodhi më shpejt, se ndonjëherë dëshirojmë diçka, si duhet ta formulojmë atë, për shembull, formulimi duhet jetë në formë falënderimi. Në të tashmen, për shembull, e zëm se kam një provim, ose diçka më të madhe, nuk e di se çfarë, më ka ndodhur një problem në familje, nuk e di, dhe dua që kjo gjëja të zgjidhet. Do të them faleminderit që unë nuk e kam më këtë problemin, apo unë dua që ky problemi të zgjidhet. Ndonjëherë kjo gjëja të ngatëron. Po, unë dua të punoj që ky problemi im të zgjidhet dhe ta kaloj me sukses. Po. Unë dua të punoj për këtë. Kurse një gjë të keqe për shkakun që e shikon tek një tjetër, një njeri smur ose një njeri i paralizuar. Edhe mund të thuash që jam mirënjohës që nuk e kam. Jam mirënjohës që jam larg energjive. Në këtë aspekt, për mos, ose fjalim negative. Kurse, kur dëshiron të punosh për diçka, po, sido që tjetë, kur ti thua të vërtetat pa kohë, pra parimet e pastra, okay? Unë i dua vetes të mirën, i ke përfshirë provimin, të ardhmen, e kësa jete, edhe tjetës që vjen më pas. Po nëse shoh që dikush, ose kuptoj që dikush është duke tentuar të mbri mua keq, ose ka kuptuar këtë gjë, ose ka folur keq për mua, apo kështu. Si duhet të jetë tani në këtë formë që kjo energjia e keqe që ka përçuar te unë, të kthehet përsëri mbrapsht. Ose ti që bën qëndërzimin nuk do të kapi aq shumë sa ç'kapte më përpara, ta kesh sigurt. Madje kur bën qëndërzimin dhe disiplinën e qëndërzimit shumë as magjitë e këqija nuk të kapin më. E jo më syrë ato mja kthy. Të largohen gjitha. Të largohen sepse ke një mbrojtje hyrnore. Aura jote friksohet. Po kjo nuk do vetëm një ditë, duhet bësh vazhdo. E kuptoj. Shumë herë. Po, është e lejuar, domethënë, edhe nga natyra në mënyrë që mos të shpresh gabim dhe ajo gjëja të vi tekun. Për shembull, ose nëse dikujt tjetër në qoftë se diçka keq dhe unë të them që shpresoj që ky person për shembull t'i hapen sytë dhe të shohë që personi që ka në krah duke i bërë keq. Po, ti merru me veten tënde, ato të tjerët bëjnë çfarë bëjnë, akoma se kanë. Ato është, shiko, dhe ky person, okay, je ti njëri i tretë, ky është po i bën keq këtij të zë. Okay, tani nuk e di, po flasim pak përgjithësinë, ëh. Tani, ky ka karmën e vet. Ato mund të kenë diçka lidhje më përpara. Janë gjërat më thellë. Dhe nëse ne ndërhyjmë, sigurisht ndonjëherë mund të ndihmojmë, sigurisht për të mirë, por ti kur je e qëndërzuar për vete dhe injoron energjitë negative të tjerëve, tani ai sa ke mundësi, kur ti qëndron, edhe nëse ti afër këtij njeriu të tretë, ti domethënë që po sulmohet apo ku diun, ti energjia jote e mirë e prek atë në vetdijen e vet. Kjo është magjia e qëndërzimit, gjithashtu. Ata që janë njerëz afër te, kur ty të shikojnë që ti je energjia jote është e pastër, ti je e qetë.
ti ke energji tjetër, nuk je si këto të stresuarit ose këto, prandaj do të je më evoluar apo jo? Prandaj bëhet meditimi për të evoluar. Automatikisht ky njeriu që po sulmohet dhe këto, do i vinë ca do bëhet më mirë pa bërë ti asgjë fare. Ti je me prezencën tënde, sepse ti po punon me veten. Shumë e saktë, super e saktë. Pra ti merresh me veten, të tjerët po, vetëm qëndërzimi mund të na i bëj këto gjëra, domethënë gjëra të lutem. Vetëm qëndërzimi mund të zgjidh gjithçka, mendoj unë, sipas eksperiencës time, dhe vetëm qëndërzimi thjesht me prezencën mund të zgjidh gjëra që ti habitesh që thua wow, si u zgjidh, thjesht ti je aty dhe pushoj një sherr i madh për shembull, shqetësuan njerëzit. Pra, nuk u lëndua dikush tjetër, pra qëndërzimi është i fuqishëm, kështu që qëndërzimi është ilaç për gjendjen. Absolut. Po. Edhe Ylberina ka me mua, apo jo sa muaj kemi bashk? Vajta, 1 vit e 2 muaj, Afrodita. 1 vit e 2 muaj. Këtu kemi 1 muaj, pra avash. Në fakt rezultatet shihen për 1 muaj, 2 muaj të qëndërzimit, sepse gjërat qartësohen, ti ke më shumë qartësi, ti nuk mund të krahasohesh me tjerë që nuk kanë diturinë tënde. Automatikisht je në një nivel më evolues se tjerët. Thjesht nga e kuptoj që ndjemeve domethënë ndjeme keq kuptuar atje, nuk më kuptojnë ose se çfarë janë duke shprehur ose çfarë. Po kështu është në fillim, mos e vrit mendjen shumë. Ti rëndësi ka që ti të ndjesh mirë, pastaj edhe tek familja jonë, jo të gjithë do jemi në të njëjtin idera. Okej. Në familje idera ose në të gjithë secili ka karmat e veta, të merret me veten e vet, dhe nëse të pyet që shiko ti duke si që ti ke më shumë dituri mund, nëse të pyet, atëherë ti do t'i japësh përgjigje dhe ndihmon. Nëse ti thua të tjerëve kur të pyesin dhe nuk intereson dhe duket sikur ti je çmeme, ti sqaron atëherë thjesht lodhesh vet, nuk i ndihmon as ato, se nuk janë gati. Po. Duhet të jesh gati, domethënë ti ke arritur një pjekuri dhe të po Katerina? Është kjo, që secili për vete dhe Zoti për të gjithë. Po. Duhet slejnë njerëzit e ke gjitha. Thjesht është procesi i shëndërzimit, thjesht shëndërzim duhet asnjë gjë tjetër, gjitha zgjidhen vetëm. Nuk merresh fare, nuk intereson absolutisht ose. Ti punën tënde komplet, ata punën e tyre. Dhe që shqetëson më njeri jena, nuk të ngacmon një më njeri, je një qenie që nuk të bezdis. Në fakt kur e shikojnë që ti evolon, as nuk vjen njerëzit më shumë. Vetëm lej para se të telefonoj të thotë, a mund të marr në telefon? Që ndodhen përpara. Kështu që ndryshim, evoluim. Është bukur, kem ndonjë pyetje tjetër? Kush ngeli pa pyetje? Ti ta bëj një pyetje? Ata që kush? Irena, okay, Irena. Po. Tani mund të bëjmë ndonjë mantra për njerëzit e familjes, ndonjë që e kemi sënuar. A ja vlen? Pak a shumë, e njëjta si me pyetje me Andjen, domethënë pak a shumë, shiko. Ti nuk mund të bësh mantrat për njerëzit e tjerë, sepse ti ke të tuat. Po. Edhe kur lindim në këtë botë lindim vetëm, edhe kur do largohemi do ikësh vetëm. Okej? Pra, gjithë secili okej? Dëgjojmë? Ja, manifestimi asaj që tham. Njerëzit e shtëpisë, e pastaj ka dhe njerëz, jo, nuk po them për njerëzit e shtëpisë, ka dhe njerëz të tjerë që ti kur ti evolon nuk e bëhet shumë qefi. Sepse ti po të fillon të dalësh nga ferri, dhe pse ai mos dalet, ti dalësh në vetdi nga brenda, nuk thuan këto gjëra qartësisht. Disa herë ndodhet edhe kështu. Kështu që sigurisht do njerëzit qoftë shtëpisë, qoftë pa shtëpisë, qoftë komshi, kushuri, afër larg, gjithë secili ka, pra duhet thot për veten e vet, ti mund ta mësosh atë të shtëpisë, mund të thuash, thuaj duhet mirë në vetes, ai do thot për veten e vet. Po. Ajo duhet ta thot për veten e vet. Gjithë secili duhet ta thot për veten e vet, sepse ka një gojë, ka një zë dhe është përgjegjës për veprimet që bën, është përgjegjës dhe për çfarë thot, çfarë han, çfarë pin. Çfarë flet. E kuptoj. Mund ta bëj unë një pyetje? Okej.
Do shta të pyes për këta njerëzit që kanë qenë të martuar, e kam fëmijë për shembull unë për vetëm po folje që s'janë martuar më, çfarë këshillon, çfarë mantra përdoren ose është mirë, a s'është mirë, si thua. Por edhe i martuar dhe pa martuar, evolimi duhet t'jetë. Po, ama doshta me ditë për shkak të çakrave, që thojnë një mbyllra ose pa mbyllra ose Të gjithë çakrat në përgjithësi njerëzit i kanë të mbyllura, të ndotura. Në përgjithësi dhe prandaj kur flasim nga qendra e gojës, mantrat, këto na fillon dhe zhbllokojnë dhe pastrojnë në bazë të punës që neve bëjmë, sa dëshirojmë. Për martesën e këto, në fakt, që ta lidhim pak, tani do shkojmë pak në një term metafizik, martesa e vërtet quhet unifikimi i energjisë tënde hënore, anës së majt, me anën tënde diellore djathtë. Kur këto unifikohen, balancohen, në fakt kjo quhet martesa e vërtet. Po, pse na shajnë këta që janë të martuar ne të pamartuar? Martesa e vërtet është kur unifikohet zemra me mendjen. Atëherë quhet martesa. Këto martesat e përjashtme, njëri se ke, nuk ka shumë rëndësi. Në jetë ndryshme jemi situata të ndryshme në varës, nuk ka shumë problem. Apo jo bëra më shumë lëkshme. Okej, Krym, nuk e di në grupin më njoja, u sqarua Ana. Ku jam Ana? Ti që bën pyetje zakonisht? Teuta kanë? Nuk e shikoj. Kush? Vale, do vetë pyetja të tita. Urdhë? Kush foli se nuk ka shumë veta dhe... Lela. Okej, Brunjona, pastaj Lela, me qënë se Brunjona... Po, në bazë të qëndërzimit se bërë pyetjen dhe shkaqja më përpara dhe përgjigjja nuk u dha deri në fund. Ajo pyeti sa herë duhet të bëjmë qëndërzimin në ditë sepse jemi në punë, edhe nga që e bëjmë shpejt në mëngjes dhe ikim në punë e tjera. Dhe ishte pjesërisht përgjigja. Përgjigja ime domethënë e përsosura, veprimi përsosur do të ishte ta ruash gjatë gjithë ditës. Mund të marrësh pra në mëngjes kur zgjohesh, që bën 15 minuta gjysore, përsëritjen me trup të qëndërzuar që kem avash, siç e mësojmë këtu me rokje, ë? Pastaj kur shkon në punë, kur je në makinë për shembull, mund të thuash ndonjë mantra pak më shpejt. Unë dua vetë smirën. Mund të thuash ndonjë mantra. Ta përsërisësh 20 herë, 30 herë. Pastaj do shkosh në punë, nëse punon, flet, dëgjon, nuk i thua dot mantrat apo jo. Mund të thuash kur je vetëm apo ku diun, mund të varet nga koha jote. Por sido që të jetë dhe në darkë, pra mirë është para se të flim gjumë, përsërisim një 15 minuta, bëjmë qëndrëzimi për ata që dëshirojnë dhe të rrisin vibracionet e tyre. Pra përgjigjen pak a shumë edhe është parë, do më thënë që ta ruash gjatë gjithë kohës, sepse meditimi më i mirë i përsosur sigurisht është sa më shumë kohë t'jesh në mundur. Nuk ka limit, nuk ka thue në orën kaq të bëj meditim 1 orë, është diçka që vazhdon, sepse dhe dëshira për të evoluar vazhdon, apo? Në rregull? Okej? Tamam se di që Saturnit që thotë merru me veten tënde dhe bëj hapësirë për hyjnin. Po, bëj hapësirë, po, bravo, pra ti, kur ti bën qëndërzimin, ti krijon hapësirë me distin dhe hynores. Por duhet ta krijosh ti vetë. Nuk krijohet nga mosbërja e qëndërzimit dhe disiplinën. Lela? Pa, e kam personale fare. Unë ke folë gjithmonë për lokën, për lidhjen me tokën, dhe unë kam një problema, nuk e ti që të kemi një ngjarje që më ka ndodhur, një shoq që ka para 30 vjetëve që bëjmë ke ju, e ka marrë lokën e shtëpisë dhe pa lejen e mamit, e ka shitur. Edhe ama, kur ka shitur për t'i dhënë ushqim, e ka gjetë. Edhe unë, si pa vedi, e gjithë kohën, që i them burrit, sikur ke bë mëkat, sikur ke bë diçka,
që nuk e bën mirë, edhe ajo gjithmonë thosh ke bë gabim që ma hoqe lokën pa më thonë, edhe tash duke ka lidhje me karma. Tani e ka shit për ta therë apo e ka shit për net me një ferm tjetër ose kështu? Jo, e ka shitur që ama të rinë rahat më flo. Okay, po mirë tani, çfarë të bëjmë? S'ka problem. Fjallë nuk është po pjesa e karmës që po keq me lokën. Se nuk e bëri keq lokës, po thjesht e hoqin nga shtëpia, edhe në gjithmonë ka problem. Po ai nuk e dinte lidhjen me tokën me lopën, nuk e ka bërë me qëllim, kështu që nuk është problem. Ai duket sikur e bëri për mirë, po tash që un kam mësuar shumë gjëra, dhe kur fleti për lopën shkon nga automatikisht. Pastaj kjo gjë që ka shkuar para 30 vjetësh, kështu që ka ikë. Ka shoqi për ta larë. Tu i shoqet unë jam mirënjohje tokës plot herë dhe është plan atë sido që tjetë, çfarë do lloj gjëje. Edhe ngrënia e mishit, apo jo që kemi ëndër, duhet patjetër pra të themi. Përdorit sa karma dhe çdo gjë. Shiko, edhe ngrënia e mishit apo dhe kasapi më i famshëm, po t'ishte, prap mund të rregullohet. Prap mund të rregullohet duke treguar mirënjohje, të bëhet sigurisht vegetarian dhe të kthehen atë. Këtu jemi për të ndryshuar dhe për të evoluar apo jo. Për çdo njeri e kam fjalën, ëh. Rregull? Për dita mirënjohje për të. Kënaqësi, po pyetje tjetër e fundit, kush e ka që s'ka bërë? Ai edhe tek filmi për fëmijë që është Xhaku dhe fasulja, Xhaku dhe fasulja që Xhaku nuk e shiti lopën, po ja këmbevi me fasulet, dhe që Xhaku ngjit në fasulen e madhe që arriti në qiell. Po, Jack. Jack. Është një prall që si arriti parajsën. Do ta bëjmë te pralla e fëmijëve, biles ma kujto, por ta bëjmë te klasa e kalamajve lutusoshën. Pra ai gjeti një fasule dhe u bë pema, u rritu çu shkolar dhe u ngjiti pra me fasule, pra është ushqim vegetarian. Nuk shkojmë dot parajs me ushqime mishi. Fundit po Luiza, po e fundit? Ju morëm po. Jo, jem muted, iqe muted që të dëgjoj, nuk të dëgjoj. Sa ta gjej Luiza, ka ndonjë tjetër grupi mirënjohje, ndonjë paqartësi? Kemi qenë ndonjëherë te Kishte Laçit? Po, kam qenë. Po tani që po merresh me të Në fakt tani që merrem, pra kam qenë përpara se të njihja Pitin ose Lotus Ocean, shkoja në fakt jo vetëm në Kishten e Laçit, por edhe në shumë vende të shenjta. Mirë, po tani nuk kam nevojë më, sepse Kisha e Laçit nuk është kisha që është e shenjtë, por është toka. Toka është e shenjtë. Natyra. Tani mund të shkoj për të parë tokën, po, dhe për ta treguar mirënjohje dhe për të bërë qëndrëzime, po jo për të futur brenda te Kisha e Laçit dhe për të bërë ato budalliqe që bëjmë më përpara. Është sepse edhe kur shërojnë njerëzit ose sigurisht aty është tokë e shenjtë dhe toka ka energji elektromagnetike të ndryshme në vende të ndryshme. Dhe unë mendoj që edhe ajo ku është Kisha e Laçit është pra shumë e veçantë. Po, shumë e veçantë. Po nuk është se ti do shkosh aty, edhe t'japësh ca lek, edhe u shërove, edhe u shërove. Pa bërë punë me veten të brendshme. Edhe nëse ato që shërohen nuk e di ka qenë të tjera dhe gjëra që unë më mirë mos t'i përmendim fare. Kështu që nuk i këshilloj. Atje më duket është ajo thirrje përgjigje, që kur bën një lutje sikur të dëgjon njëri, ka shumë energji, se lutjet i bën me zë për shembull. Unë kam zakon që sa shkela aty poshtë, desa njitem lart, vetëm lutem, lavdëroj, faleminderit sot, faleminderit nesër, dhe më ka ndihmuar shumë, nuk e di pse. E di atë energji aty brenda. Të thash pra energjia e tokës është shumë mirë. Shumë energji. Shumë energji, po toka është. Po kjo dhënia e lekëve ose shkuarja brenda në kishës edhe këto gjëra të tjera, unë nuk pin shumë ujë për mendimin tim. Sepse janë fetare dhe futet domethënë gjëra të fetare. Po toka vetë është shumë mirë. Toka është e shenjtë. Po fetare aty vjen musliman, çama i xhinja aty po gjithë.
Ka dhe ritualet e malit të morit që bëjnë dhe therin, ka rituale fetare, therin qingja, viça, kur në lotë, që them. Ose ato janë vektasi, në ndryshe. Pastaj nuk ka lidhja jo me tokën, domethënë shkojnë në natyrë sipër për therrur, domethënë je kundra tokës, nuk është ekologike, është fetare, pastaj nuk ka lidhje me rritjen e vibracioneve apo evoluimin. Toka po, toka është e shenjtë. Mund të them unë diçka, unë që kam humbur disa orë nga grupet, për arsye të punës. Mund të vishte grupi i ri, pa problem. Ja, dëgjova ajo vajza kishte gati 1 vit e 2 muaj në vazhdim. Unë kam njerëz që kanë 6 vjet me mua. Po, nuk e di. Kanë bërë qëndërzime dhe kanë ndryshuar shumë, apo jo? Unë shpresoj të jemi 20 vite në këtë ditë. Sepse dituria nuk mbaron. Dituria është e pa 1 vit e gjysmë. Afrodita, mund të them një 20 vite e bashkë, kështu që unë kam shumë aspirata për të vazhduar shumë Afrodita, shumë gjatë. Dhe jemi thjesht në fillim, sepse ka dituri më shumë më shumë. Do vazhdojmë. Atë doja të thosha dhe unë që do vazhdoj, do jem në grup e regjistruar apo duhet të regjistrojmë në çdo herë? Thjesht më thuaj mua ku të fus të çaj grupi që të marrin vesh se unë jam me 300 veta. Te tua unë që të vazhdoj të dëgjoj ato që humba. Po, të fus te grupi fillestar, pa problem. Po, faleminderit. Mund të them diçka? Mirënjohje Norës. Kur do të filloj? Me të rinj fillon me 1 janar. Kurse të avancuar çdo javë të fus te grupi dhe shikon aty çdo javë orarin e këtu. Jam fleksibël. Nuk është asnjëherë njësoj. Afrodita, mund të them diçka? Po. Në lidhje me grupet e reja që edhe këto që kanë filluar të shivon, unë për mendimin tim jam në kohën që ato janë të lira, mund të dëgjojnë të gjithë videot e vjetëra edhe je shumë e përparuar për mendimin tim, a? Unë sot kam dëgjuar një video të para 6 vjetëve, edhe bile se kisha dhe këta shi në televizor, që fliste Piti për të gjithë librin që kishte bërë. Kam ngelur që të them. Prandaj po them, se nuk mjaftojmë me këtë kohë që ne vim këtu në këtë. Duke dëgjuar ato videot e përpar, merr shumë njohuri. Për mendimin tim, Shumë e sakt. Pra vjen këtu bën qëndërzimin, fiton një diskriminim dhe një inteligjencë. Tani ti kur I dëgjon gjërat, edhe qoftë videot e mia të vjetra, I dëgjon me një vesh tjetër, më të mirë. Po, dhe merr shumë gjëra. Pra e kupton që qëndërzimi sa rëndësi ka? Kurse njerëzit që nuk bëjnë qëndërzim mund të dëgjojnë videot, por nuk I kapin, sepse nuk I mungon diskriminimi. Unë dua të futem te grupi. Kuptueshmëria. A juve që doni të futeni kështu më shkruani privat, se unë si majmen, nuk jam kompjuter? Jo te grupi I ri, po te grupi avancuar. Kemi inteligjencë natyrale, jo artificiale? E avancuar duhet me shku sonte? Afrodita? Duhet me shku kur dush ti, edhe vetëm shkruaj, po flasin për privat për këto. Tani ka një pyetje në paqërtësi për gjërat, u sqaruam? Mirë, atëherë. Vetë që edhe një pyetje të vogël. Kur po përkundem kështot, unë për shembull, a gjithmonë me faleminderu token, qiellin, hënën, apo qenjet hyjnore, nënën Guanin, unë për shembull Zotin, Jezusin, krejt ran, nuk është mirë këto? Apo vetëm token? Po. Atëre do t'jesh mirë njohje falëndëruese diçka që shikon me sy, tokën, për shembull, apo jo? Po. Pra është logjike, që ti jep ushqim, se thot po ti për ulesh Jezusit, domethënë pse? Okay. Ka bot ai gjë, ka dhënë ai lek? Ja. Kush është Jezusi? Ka dhënë evolim. Domethënë do të përdorim logjikën në qeniet e larta. Okej, për shembull tokën, pse tokën? Sepse ti jep ushqim, apo ka një arsye. Ylberin pse? Sepse është I bukur e shikon. Okej. Pra, përdor logjikën, jo
domethënë fetë e këto gjërat, dituria vedike që mësojmë ne këtu është përpara se fetë të krijoheshin. Aha, okay. Përpara hinduizmit, përpara budizmit, krishterizmit, okay? Prandaj është mirë që të vim në çdo seancë se ka i herë kështu nuk e kapim dot gjitha. Okej. Ani unë duhet jam te grupi avancu. Më shkruani në privat, okay? Mirë atëherë për qafimin të gjithëve, kalofshi bukur. Faleminderit Shimaraja.